Senato. Cili është emri I vërtetë I Nën Teresës, fituesës së çmimit Nobel për paqe? Edhe një herë, të lutem. Cili është emri I vërtetë I Nën Teresës, fituesës së çmimit Nobel për paqe? Gonxhe Bojaxhi. Ka shumë eko. Çfarë produkti ushqimor I hidhet çiftit të sapo martuarve për posteritet? Oriz. Besoj që është oriz. Hajde, pyetje, hajde. Më duket se është oriz. Ne nga fshati jonë të keqen s'bajmë nga këto diun. Kush e shkroi Iliadën dhe Odisen? Homeri. Të dy janë të bukur shumë. Po si keni lexuar ju të vegjëlit e botës që vazhdon të jetojë atje jashtë dhe që ne kemi pikpyetjet tona nëse ju nëse që kemi lënë apo jo. Po, patjetër, duhen lexuar të dy. Sa vjet zgjat një mandat presidencial në Shqipëri? Një mandat presidencial në Shqipëri zgjat o zoti I madh, atëherë. 4 vjet. Shëndoj se mandati kushtetues I... Cili është lumi më I gjatë në Shqipëri? Lumi më I gjatë në Shqipëri, kjo pyetje tani dhe më vjen dhe nuk më vjen në mendje, Osumi nuk është, Vjosa. Mos është Vjosa? Vjosa apo Drini? Po them Drini. Cila stiliste franceze shpiku fustanin e zi të shkurtër, Lido Black Dress, dhe parfumin e famshëm Number 5? S'më vjen emri për qamet. Në mendje kam për më vjen emri, kam parë dokumentar shumë të bukur për historinë e saj. Po, Number 5. Parfumi I famshëm. Nuk më vjen, ja. Okay, we skip this one. Aq ngjyra ka Ilberi? Edhe një herë? A është emri I saj ndoshta? Nuk dëgjova absolutisht asnjë fjalë. Aq ngjyra ka Ilberi? Jo, nuk e dëgjoj pyetjen. Çfarë ka? Aq ngjyra ka Ilberi? Absolutisht asnjë gjë nuk kuptoj. Dëgjoj një piper në fund. Vllai I madh. Sa ngjyra ka Ilberi? Sa ngjyra ka Ilberi? 7. O zoti I madh. Sa keq që pas kam dëgjuar burr. Sa ngjyra ka Ilberi. Kjo ka qenë pyetje për Rogertin, duket, prandaj keni fut. Kjo silicia franceze, s'më vjen emri kësaj. Drejtori sportiv I Milanit është shqiptari? Iglitare. Forza Milan! Milan campione! Forza Milan, il Milan, ole! Edhe faleminderit Iglit që bën skuadrën tonë gjithë më të bukur dhe jam I sigurt ne konkurrojmë sot kokë në kokë me Interin për të fituar kampionatin. Ata me ne, se ne jemi të para gjithmonë. Edhe po jemi në vend 2 tani. Në cilin vit u shpall pavarësia e Kosovës? 2007, 17 shkurt. Luan aktualisht me Sunderlandin në Angli, kapiteni I kombëtarës së Zvicrës me origjinë shqiptare. Jemi akoma te Xherdan Shaqiri. Te Sunderlandi Xherdan Shaqiri? Kush e ka shkruar poemën Latuta e Malësisë? I shkëlqyrja Gjergj Fishta.
E kam lexuar të tërën dhe e kam dëgjuar pastaj edhe me zërin e një tjetër të shkëlqyeri, Reshat Arbanës. E bukur shumë. Sa shtete ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shtetet e Bashkuara të Amerikës përbëhet nga 50 shtete dhe një distrikt, ai i Washingtonit. Washington DC. Cili shkencëtar me origjinë shqiptare fitoi çmimin Nobel në mjekësi në vitin 1998? Oh! Këtë nuk e di. Këtë nuk e di fare, Biles. Nuk e di. Nuk e di kam që pas kemi një shqiptar që ka fituar çmimin Nobel në mjekësi. Në 1998. Nuk e di. Nuk e di fare këtë fakt. Oh! Cila markë luksoze franceze njihet për çantat Birkin dhe Kelly? Unë dhe markat. Prap me Francën, Birkin. Kjo more, e parfumit tim. Damn it. Si e ka emrin. Birkin. Hey, Louis Vuitton, quhet, është franceze? Vjen keq, unë nuk vishëm me brandë. Po them, Louis Vuitton, mund t'jem gabim shumë. Mund t'jem super gabim. Cili balerin shqiptar u bë i famshëm në Itali përmes programit televiziv Amici? Atë këtu ka dy alternativa. Njëri është nuk është Ilir Shaqiri, është tjetri. Thuaja emrin. Thuaja. Kemi patur edhe njëri tek programi i kërcimit top. Nuk është Ilir Shaqiri, është tjetri, demit është tjetri, si e ka emrin. O, Zoti madh. Si e ka emrin gjarëm. Iku. Cili planet njihet si planeti i kuq? The Red Planet, e Marsi. Cila këngëtare e lindur në Prishtinë ka fituar disa çmime Grammy dhe njihet për hitet New Rules dhe Levitating? Dua Lipa. O, Zoti madh, si është emri i balerinit. Dua Lipa kemi thënë, si është emri i tij, xhanëm, si mund të harroj? Cila markë italiane ka si logo kokën e Meduzës? Markë italiane që ka si logo kokën e Meduzës, po ja fus kot fare, po them Gucci, mund ta kem gabim. Nuk e di këtë. Po hajde, mos e lëm pa përgjigje. Si e ka emrin xhanëm balerini? I njohshëm, kemi patur edhe njërin e dancing në Top Channel. Në mos ka boj vitin e fundit që është bërë. E pa mundur, nuk më kujtohet emri i tij. Sa vite ka një shekull? 100 vjet. Come on. Si e ka emrin? Sa i natë më vjen. Edhe stiliste franceze, number 5 e parfumit, edhe... Cili stilist spanjoll njihet për këpucët me tavan të kuq? No idea. Pse ka më berin. Si që duket, emrat e stilistëve nuk janë... nuk janë fokusim. Këtë nuk e një fare njërë. Kush e luan rolin kryesor në filmin The Devil Wears Prada, frymëzuar nga moda? Edhe një titull i filmit të lutem? The Devil Wears Prada. The Devil Wears Prada.
The Devil Wears Prada. Është Stallone. Ma thënë dhe në shqitim që se kam parë. Po them Stallone, out of nowhere. Ndërkohë Stallone se ka pa filmin Cila fare. këngëtare me origjinë shqiptare ka shkruar këngën The Monster për Eminem dhe Rihanna? None of the monster inside of my head. Ta-ra-ra-ra-ta-ra, ta-ra-ra-ta-ra-ra-ra-ra-ra. Po them Bebe Rexha. Bebe Rexha. Ja, besoj. Bebe Rexha shkruan. Këngëtarja ndërkohë Jonida Maliqi. Oh boy. Personazhi I përrallave që veshi këpucë kristali. Me këpucë kristali? Hirusha nuk ka lidhje. Borbarda nuk ka lidhje. Jo, as më vjen... Kjo Frozen... Këpucë kristali, Hirusha jo, njërë, Borbarda, jo. Kush është kjo që ka vesh këpucë kristali? Këtu ke ne I ka vesh Nikoli erë. Në botë prallësh... Hajde më po them kot... Mos është kjo Anna e Frozen? Pse kam një kështu ide. Po them Anna nga Frozen. Ndërkohë kjo komplet personazh Disney s'ka lidhje me prallët. Kush janë dy futbollistë shqiptarë që u përballën me njëri tjetrin në Euro 2016, duke luajtur për kombëtare të ndryshme, Shqipërinë dhe Zvicrën? Taulan dhe Granit Xhaka. E më tani. Në cilin kontinent ndodhet Egjipti? Egjipti ndodhet në Afrikë, është një ndër shtetet që do të doja ta vizitoja me dojë mos dhe dalë zotin, mbas Big Brother do ta bëj. Shtet me cilin e kemi patur dhe marrëdhënie shumë të mira në tjetër. Artistja e famshme amerikane që interpreton këngën Diamonds Are a Girl's Best Friend, duke u bërë ikonë e stilit? Cilën këngë edhe një herë? Ka shumë ego, më vjen keq, vllai i madh. Diamonds Are a Girl's Best Friend. Diamonds Are a Girl's Best Friend. Diamonds Are a Girl's Best Friend. Emrin e artistës. Diamonds Are a Girl's Best Friend. No idea who she is. Beyoncé nuk ka një këngë të tillë. Whitney nuk ka një këngë të tillë. Mariah Carey? Christina Aguilera? No idea at all. Sa ka ma verën kush është? Hajde Mariah Carey? Ka Mariah Carey një këngë të tillë? Nuk duket si Mariah Carey. Piktura e famshme e Leonardo da Vinci, Mona. Lisa. Ka të njëjtën vlerë si flutura ime, që nëse më sheh, Cili film I vitit 2023 shkartoi një trend global të modës në ngjyrë rozë? unë me filmat jam kinematografi e vjetër shumë, me të rejat jam komplet out. Besoj, me qikën pink të Gimbos nuk them se ka të bëj. Nuk e di, ja, s'më vjen. No idea. I 2023-shit. Kush ishte mbretëresha e Egjiptit të lashtë e famshme për Romën? Nefertiti. Nefertiti, Cila ditë e vitit njihet si dita e gënjeshtrave? 1 prilli, për 1 prill dhe vëllain e madh do gënjej, do gjeni një formë tu thëmë një gjë që ta besoni. Cili sport njihet ndryshe si tenisi tavolinës? Ping pong. Apo, no, hey, wait a sec. Table tennis. Po më ping pong? Is it ping pong? Ping pong. Perime që I bën njerëzit të qenë kur e presin.
Qepa, si është emri i dy emra që s'm kujtohen për qamet. Zoti, Kledi ka dio, mor, burri dheut, Kledi ka dio, zoti madh. E ma quni këtë pyetje si gjunaf është, e kisha emrin më duke di. Njësia monetare, moneda zyrtare e Anglisë. Pound. The British pound. Sterlina gjithashtu. Varet se si. Kush është autori i romanit Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur? I shkëlqyeri Ismail Kadare, Driti pas shpirti. Kam bërë një portret shumë interesant ndërsa isha në Deutsche Welle, ditën që ndroi jetë. Edhe kam lexuar librin patjetër. Kombëtarja shqiptare e futbollit u kualifikua për herë të parë në cilin kampionat evropian? 2016 patjetër. Kledi ka dio, se s'm vinte emri për qamet. Në vitin 2025, u shpall zyrtarisht pasuria e trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e UNESCO-s. Cili instrument muzikor që përdoret në veri të Shqipërisë është ai? Atëherë, kemi fjalën për Sharkin. Po. Besoj po, Sharkia është. Dallon nga Çiftelia në farmase, po. Apo Lahuta në kemi edhe në jug. Lahuta. Sa shenja horoskopi ka? Prap punë që s'pëm për mua dem dash binjak, ka forë 12 muaj, 12 shenja, më 12 shenja. Duhet jenë 12 shenja. Po Lahuta është. Po Lahut kemi edhe një jugë, nuk është. Cili vend njihet për shkitjen e picës? Italia, gjithmonë Napoli. Cila kafshë njihet si mbreti i xhunglës? Luani që nuk është. Opa se. Luani. Cili është kryeqyteti i Japonisë? Tokyo. Edhe ai qytet për të vizituar. Tëra japonez me shpejtësi të çmendur. Çfarë do të thotë shkërtesa AI në anglisht në teknologji? AI në anglisht është means artificial intelligence, inteligencë artificiale. Cili është mali më i lartë në Shqipëri? Korabi, në mos gaboj, mbi 2700 metra lartësi, patjetër. 2740 metra, diçka e tillë. Eposi shqiptar njihet si eposi i Eposi i Gilgameshit. Cili shtet ka fituar më shumë kupa bote në futboll? Brazili 5. Italia e Gjermania të dyja me nga 4. Një herë në sa vjet bën zgjedhje parlamentare në Shqipëri? Gjithmonë një herë në 4 vjet. Heq rastin kur nuk mbajnë punët. Po, në fakt, një herë në 4 vjet e kemi patur, Jemi stabil kështu. Edhe anglezës në arrin dot. Në cilin qytet ndodhet Muzeu i Luvrit? Muzeu i Luvrit. To think. Oh God. Sot i madh. Në cilin shtet, tham?
Kjo është ajo pyetje tipike për idiot. Në cilin shtet ndodhet muzeu i Në Luvrit? cilin qytet ndodhet Muzeu i Luvrit? Jemi në Zvicër diku. Në mos ka bofshem në Zvicër, po them Zyri? Ja kjo është ajo pyetje që të bën budalla me zor për shembull. Po nuk më Sa ngjyra ka femuri Gjermanisë? 2. Me 2 ngjyra kemi, po? Besoj me 2 ngjyra është. Cila gjutiste nga Kosova fitoi medaljen e parë të lartë olimpike për vendin e saj në Rio 2016? Më vjen keq që nuk më kujtohet. Nuk më kujtohet. I kërkoj ndjes. Nuk më vjen emri i saj. Ne në judo, jo vetëm kemi përfaqësues të shkëlqyer. Jemi krenar gjithmonë. Kosova në atë vit ka mbyllur me shumë sukses, ka bërë krenar gjithë shqiptarinë në Lojrat Olimpike 2016-s. Por emri i saj nuk më kujtohet. Sa lojtar ka një ekip volejbolli në fushë? 6. Nëse është volejbol 6. Beach volley, dyshe, volejbolli 6. Mbarua. Okej. Nuk marrë do të vesh gjë tjetër, vllai madh apo jo? Jo. Faleminderit shumë.